Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabah mas sabahit, mas namazit, kur dalim me ecë, na kap një plagështi. Edhe thëmi ftoft, ku shkon, do lodhesh, do djersohesh, do ftofesh, do smungesh. Edhe mendoj se këtë veprat e rëndësishme, të mira, të mëdha në jetë, në fillim e kanë këtë sfidë. Ku shkon? Ku nisesh? Vështirë. Nuk do mundesh, do lodhesh, do djersitesh. Do thot, jeta në përgjithësi, përballë punëve të mëdha, punëve të rëndësishme, qëllimeve të mëdha në jetë, ka këto sfida. Edhe të kap një plagështi, një dembeli, një mungesë vullneti, edhe e lën. Kështu është më uqun sabah me farë sabahin, e me dalë në xhami. Kështu është më uqun sabah e me shku në shkollë. Kështu është më uqun sabah e me shku në punë. Kështu është më uqu e me marrë një iniciativë, e me nis një projekt, e me bo një aktivitet. Pra ajo që na ndodh neve në sabah, kur dalim me ecë në malin e Gazibabës, me shoqatën e bjeshkatarëve Gazibaba, është sfidë e cila secili njeri, djalë apo vajzë, të ri apo të vjetër, e godet, e ka plan. Edhe ai i cili e ka vullnetin, e ka vendosmërinë, e ka fuqinë, edhe qohët, e heki organin, e merr abdes e shkon në xhami. E heki organin, e vishet e shkon në shkollë. E heki organin, e vishet e shkon në punë. E heki organin, e vishet e shkon në atë iniciativë të mbarë, ai fiton. Ai ka sukses. Ai arrin qëllimet e veta. Ai bëhet njeri me rezultate, njeri me produkte, njeri që lën gjurmë të pashlyeshme në jetën e familjes vet, të lagjes vet, të vendit vet, qytetit vet, popullit vet. Andaj o vllazën, sidomos ju arrini, gjëra kur ju ka plagështia, dembelia, dhe kur sfidoheni me kushtet klimatike, e pengoheni në realizimin e qëllimeve tuaja, kujtoni këto gjëra. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Huffatil jannatu bil makari", xheneti është i rrethekuar me gjëra të padëshirueshme. Ama s'mundesh me uri xhenet nëse nuk i ka përcen këto pengesa, këto sfida, këto vështirësi e këto gjëra të padëshirueshme. Hajde, selam aleikum wa rahmatullah.